I hidhni këto 4 produkte kafes dhe pas një jave do të shikoni ndryshimin. Pjesa më e madhe e pi në kafen çdo mëngjes, pasi ndihmon të zgjohen, por a e dini se ajo ndihmon edhe në humbjen e peshës? Studimet thonë se ju mund të humbisni edhe disa kilogram më shumë nëse shtoni 2 përbërës të thjeshtë në kafen tuaj. Receta që do ju prezantojmë në këtë video është efikase në drejtim të humbjes së peshës, madje edhe shumë e shijshme, pasi përbërësit që i shtohen zbusin shijen e hidhur të kafes. Përbërësit që u duhen janë 3/4 e filxhanit çaj me vaj kokosi, 1 lugë çaj me kanellë, 1/2 e lugës me mjalt dhe 1 lugë çaj kakao opsionale. Është e rëndësishme të mos e teproni dhe të konsumoni kafen si zakonisht. Kjo është një mënyrë praktike, por nëse keni acarime të shëndetit të stomakut, është më mirë që t'i evitoni këto përfitime të kafes, pasi kafeja nuk duhet të pihet me stomakun poshtë, pasi mund të nxjisë edhe keq tretje në organizmin tuaj, citoi studimi.